Zotri Gërgjaliu, faleminderit që pranohet të bashkëvizitojmë në lidhje me një projekt ligj të ri që është vendosur nga qeveria e Kosovës tani para pak ditësh. Është miratuar projekt ligji për çmimet në tavan. Sa është e nevojshme në radhë të parë ky ligj dhe cilat janë të mirat dhe jo të mira sa i përket këtij projekt ligji? Duhet të kuptohet që vakumi institucional që ka zgjatur më tepër se një vit në Kosovë, pothuajse gjatë tër vitit 2025, ka lënë hapësirë për manipulime dhe vakum institucional dhe në mungesë të institucioneve përdoret çdo mekanizëm për të përvetësuar dhe për të përfituar. Në këtë drejtim besoj që duhet pajtohemi që më e mira që ka ndodhur Kosovës në vitin 2026 është më në fund e kemi parlamentin dhe e kemi qeverinë dhe është një dëshmi që po fillojmë një fillim të ri. Në rend të dytë, qeverinë e Kosovës e presin detyra të bartura nga e kaluara që duhet të jetë mjaft sfiduese për t'i zgjidhur. Në këtë drejtim ka pas iniciativa të ndryshme të cilat kanë mbetur në gjys të rrugës të themi për të implementuar. Po e vërtetë është që Kosova sa i përket parametrave ekonomik është një situatë mjaft të palakmueshme. Fakti që në vitin 2025 kemi pas afër 7 miliardë euro importe dhe kjo 7 miliardë euro duhet të shtonë në 2 miliardë inkasime nga doganat e Kosovës, që do të thotë janë 9 miliardë euro të tërhequra nga biznesi, është një barë që dhe ekonomitë më të zhvilluara nuk mund ta përballojnë. Në të dytë kemi një shkallë të inflacionit 5.9% dhe tani e ka një trend rritës që është mjaft shqetësuese. Dhe nëse analizoni edhe shumë indikatorë tjerë të gjetur edhe nga misioni i fundit të zhvillues i Fondit Monetar Ndërkombëtar e dëshmon që vërtet në aspektin ekonomik në Kosovë nuk kemi arsye për të qenë të kënaqur, sepse kemi dështuar mjaft dhe tani është koha ku duhet të kemi prioritet zhvillimin ekonomik. Shto kësajna më tepër se sa vite sankcione apo masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian që ka qenë një penalizim mjaft i madh që ka lënë gjuhën dhe këto gjuhë do të reflektohen në të ardhmen e ekonominë kosovare, i jep vërtet një shije të hillur këtij realiteti të krijuar. Ajo çka është më shqetësuese në këto rrethana të këtyre indikatorëve ekonomik është standardi jetesës së qytetarëve. Qytetarët e Kosovës vërtet çdo ditë po ballafaqohen me çmime të larta, po ballafaqohen me një inflacion i cili po e devalvon fuqinë blerëse të qytetarëve të Kosovës, atë që ka e ke blerë në dhjetor të vitit 2025, themi me 100 euro, i njëjti tani kushton 140 euro, e kemi ngrirje të pagave përkundër asaj që ka pas premtime për rritje të pagës qoftë minimale, qoftë asaj mesatare, dhe këtë vakum të mungesës institucione brenda një periudhe kohore janë duke shfrytzuar me të madhe tregtarët e Kosovës. Ka tregti spekulative e cila vërtet është alarmante dhe ndoshta nga këndvështrimi qeveritar se tentojnë që ta kenë ligjin tavan apo një ligj për kufizimin e çmimeve dhe marrës së fitimit është më kjo tregti spekulative, por duke pasur parasysh që Kosova pretendon të jetë një familje evropiane, legislacioni kosovar është i harmonizuar me standarde evropiane apo një tash quajturat acquis communautaire. Besoj që një ligj i tillë që ka dështuar një herë në gjykatën kushtetuese, po që se miratohet eventualisht prap adresa do të jenë gjykatën. Dhe një pyetje, a ka komoditet dhe luks Kosova që për çdo ligj të priten vendimin e gjykatës kushtetuese apo gjykata e tjera? Besoj që dialogu i mirëfillt publiko-privat nuk ka alternativë, kjo po mungon. Në rend të dytë, nuk ka iniciativë nga pala qeveritare këtë rast që të ketë një bashkëpunim qoftë me bizneset për të arritur një koordinim ose marrëveshje që të stabilizohet ky treg i çmimeve të larta? Viteve të fundit është shfaqur një dukurim mjaft shqetësuese ku nuk ka pas dialog të mirëfillt, jo vetëm me sektorin privat, por nga niveli qendror dhe lokal, nuk ka pas dialog të mirëfillt mes aktorëve social. Dhe ku mungon ky dialog, atë çdo veprim, çdo vendim apo çdo tentativë për të fuqizuar një ligj të tillë do të hasë në kundërshtime kushtetuese. Prandaj besoj që të mos vi deri te një stad të tillë ku këto ligje do të kundërshtohen nga gjykata kushtetuese apo do të refuzohen me argumente, është koha kur duhet institucionet të avancojnë dialogu dhe partneritetin, është koha kur duhet të ketë më tepër qasje pro ekonomi dhe zhvillim dhe sektor privat dhe jo vetëm politik,
Dhe mbi të gjitha po e shihni që nuk ka alternativë tjetër përveç një digitalizimit të mirëfillt, shtimit të numrit të inspektorëve të tregut, se në fund fundit fati i kontrollit dhe i monitorimit të çmimeve në treg nuk janë as qeveria, as gjykata kushtetuese, por inspektoriati. Në këtë drejtim besoj që në këtë drejtim Sa është duke bërë punën e këtij inspektoratit? në kampanja zgjedhore ne kemi pasur gjithmonë deklarata se inspektori do të jetë prioritet i qeverisë, do të ketë trajnime, do të ketë edhe shtim apo rritje të numrit të inspektorëve, por një gjë e tillë nuk po ndodh dhe kjo shfrytëzohet nga tregtarët. Prandaj janë vetëm disa hapa që mund të zgjidhin këtë problem pa pru vendim rreth çmimit apo ligj rreth çmimit tavan. E para është digitalizimi, e dyta është partneriteti dhe dialogu, e treta është fuqizimi i inspektoriatit dhe mbi të gjitha fuqizimi i autoritetit të konkurrencës, i cili në letër, në të shkruar është perfekt, por në zbatimin e obligimeve të veta është larg realitetit. Për qytetarët duhet të vërtet të bëhet më tepër në mënyrë konkrete dhe jo gjithmonë duke munguar iniciativat për të zgjidhur këto probleme, kërkojnë dhe gjinin arsye për të prolonguar. Dhe në këtë drejtim besoj që duhet jemi të fokusuar në gjëra konkrete, sepse me këtë ligj edhe opozita, nëse ekziston opozita, po edhe shoqëria civile mund të dërgojë këtë ligj në gjykatë kushtetuese, me siguri do ta ketë fatin paraprak. Prandaj është koha kur duhet problemi të zgjidhen, jo të prolongohen. Dhe zgjidhja e problemeve është shtimi i numrit të inspektoriatëve, është koha kur duhet të ketë më tepër inspektorë të tregut në terren, ke komuna që i kanë 2000 lokale dhe ndoshta e kemi inspektor, si mund të kontrollohet çmimi dhe tregu. Dhe mbi të gjitha nuk ka zgjidhje dhe alternativë përveç digitalizimit. Ne jemi në shekullin e revolucionit industrial. Rëndon kjo edhe më shumë këtë monitorim pikërisht mungesa e digitalizimit? Po, definitivisht do të thotë mungesa e digitalizimit është një mungesë një informacion të mirëfillt nga çmimet blerëse dhe shitse, prandaj involvimi i doganës, involvimi i administratës tatimore dhe do të thotë inspektoriatit kishte qenë zgjidhja që kishte më dhënë efektet e veta pozitive, jo gjithmonë të pritet një ligj. Prandaj duhet vërtet Kosova të mos thyë rekord me ligjet e adresuara në kushtetuese dhe kthimi i tyre prapa duke e dëmtuar imazhin e Kosovës, sepse nuk i bëhet ndër Kosovës nëse çdo ligj dërgohet në gjykatën kushtetuese, ekspertët e fushës juridike e konstatojnë që nuk është në harmoni me kushtetutën. Prandaj duhet jemi më aktiv, duhet kemi dialog dhe mbi të gjitha ngritje të vetëdijës edhe qytetarëve, po edhe të tregtarëve, sepse nga tregtia spekulative dëmtohet vetëm qytetari dhe fiton tregtari dhe jo shteti. Zotri Kërgjaliu, ju keni qenë edhe drejtuesi i Odës Ekonomike të Kosovës për disa vite më radhë dhe nga eksperjenca juaj, nëse flasim dhe balancojmë ekonominë para pandemisë dhe pas pandemisë, gjithmonë tani po flasim, kemi ndryshime dhe të mëdha. Kemi çmime shumë të larta të produkteve esenciale. A ka ndërmarrë diçka? Ne kemi një ligj i cili ka tentuar në 2023 pikërisht të jetë ligji i njëjtë faktikisht për çmimin tavan, mirë po është kthyer pikërisht nga gjykata kushtetuese. Sa po e rëndon kjo ekonominë, edhe më shumë ju e cekët që nëse shkojmë kështu në kushtetutë vazhdimisht, atëherë më shumë të po humb konsumatori dhe më fitimtar këtë rast po dalin bizneset. Cila është rruga më e thjeshtë, më e qartë, më e shpejtë që do duhet ta ndërmarrë? Nuk mundet asnjëherë të gjykohet e kaluara me rregullat e sodit, po nuk mund të gjykohet e sotmja me rregullat e kaluarës. Duhet jemi në hap me kohën. Dhe në këtë drejtim është vërtet që nuk mbetet alternativë tjetër përveç fuqizimit të inspektoriatit, përveç fuqizimit të rolit të agjencionit të konkurrencës, dhe mbi të gjitha duhet të kuptohet që digitalizimi është më së i nevojshëm sepse jemi në epokën e digitalizimit apo një revolucion i ri industrial. Në këtë drejtim ka pas tentativa, por që nga pandemia asgjë nuk është siç ka qenë, ka ndryshuar çdo gjë dhe këtë rritje të inflacionit është duke paguar qytetari i Kosovës, dhe kur e kemi parasysh faktin tjetër që nëse analizoni totalin e importeve, vendet e rajonit kanë një proporcion shumë pozitiv, sepse në kuadër të totalit të importeve blejnë më tepër gjysmë produkte, lanë të parë, gjysmë fabrikate që i inkorporojnë në prodhimin vendor, dhe në Kosovë përqindja më e madhe e importit janë produkte të gatshme, që do thotë ka dështu sektori prodhues dhe kemi vërtet një stat mjaft shqetësuese ku jemi shndruar një shtet të varur nga importi.
Prandaj duhet të kuptohet që fati i çmimeve sot është shumë më tepër në dorë të tregtarëve të mëdhenj sesa në dorë të shtetit dhe të qytetarëve, dhe mungesën e kësaj përgjegjësie apo këtij monitorimi e paguën vetëm qytetari i Kosovës, ku sot produktet esenciale janë shumë të shrejta në Kosovë sesa në vendet të zhvilluara evropiane, kur e kemi tash parasysh faktin që kemi ngritje të çmimit të produkteve strategjike, siç është energjia elektrike. Pjesa dërmuese një pagë mesatare, themi për 350 euro, është në komunale apo themi në rrymë, ujë, në pastrim apo në mbeturina, dhe kjo e absorbon themi atë fuqinë substanciale të pagës, çka mbetet për arsim, çka mbetet për jetë dhe për standard. Prandaj vërtet është një situatë e cila duhet të trajtohet pa politizim, me argumente dhe me fakte, gjithmonë të bazuara në argumente dhe në dialog. Duke pasur parasysh që ju kemi këtu në këtë bisedë, nuk mundem t'ju lëshoj pa ja bërë edhe një pyetje në lidhje me çështjen me ligjin për rritjen e pagave. Është paraparë që nga mesi i këtij viti të kemi sërish rritje pagë deri në 500 euro minimalja. Sa është reale kjo pagë dhe sa i plotëson realisht paga minimale nevojat e tanishme që po flas pikërisht me rritjen e çmimeve? Për një familje 4 anëtarëse ku punon vetëm një i shtëpisë apo një familjar, duhet tani tutje të analizohet dhe të kalkulohet paga jetesës, jo me një luks, jo me një standard të lartë, i nevojitë më tepër se 1280 euro. Dhe lind pyetja kush e ka këtë luks dhe këtë komoditet në këto rrethana. Prandaj sado që të bëhet në rritje të pagës, qoftë minimale, qoftë mesatare, nuk mund dhe nuk ka fuqi ta përcjell këtë trend të rritjes së çmimeve dhe këtë inflacion të importuar. Duhet vërtet për ekonomi të bëhet më tepër, duhet fuqizimi i sektorit privat, duhet të jemi shtet i cili e ndërpren avazin e eksportit të parave të gatshme. Çka eksporton Kosova vetëm para të gatshme, jo vetëm buxheti 4 miliardë, po edhe remitancat të cilat vijnë nga diaspora, që po e garantoj që janë shumë të mëdha, sesa vetë buxheti miratuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës janë të gjykuara për të u dërguar të gatshme për import të produktëve nga jashtë. Prandaj besoj që duhet ekonomia të depolitizohet, duhet ekspertiza shkencore të faktorizohet dhe të fuqizohet, dhe në pozita kyçe për vendimarrje ekonomike duhet të jenë ekspertë e fushës dhe jo gjithmonë politika të jetë determinante proceseve ekonomike në Kosovë. Duhet të lidhem me një pyetje. Ju po e cekni vazhdimisht që ekonomia e Kosovës është e varur nga importet dhe të gjitha të hyrat përfshirë këto edhe remitancat shkojnë në import sesa në eksport. A do duhet të rregullonte infrastrukturën ligjore qeveria për të sjell investitorët e huaj, sepse kemi parë viteve të fundit kanë munguar? A ka qenë kjo mungesë e iniciativës qeveritare apo për shkak që tregu kosovar nuk është i përshtatshëm për të investuar? Unë besoj që përgjegjësinë më të madhe për një stat të tillë, ku nuk kemi investorë të huaj, e ka politika kosovare. Mos harroni në vitet të tëra kemi qenë në mungesë stabilitet politik, kemi qenë të ndëshkuar nga faktorit ndërkombëtar, kemi pas ngritje të çmimeve të produkteve strategjike si të energjisë elektrike, dhe jo që Kosova nuk ka investorë të huaj, po nga Kosova po ikun qytetarë, po ik kapitali kosovarëve, po ik edhe prodhimi i pakt që ka qenë. Sot investimet më të mëdha të kosovarëve janë në Shqipëri, janë në Maqedoni, janë me miliarda në Maltezi dhe vende evropiane, por jo në Kosovë. Dhe nëse në Kosovë nuk investojnë do të thotë vendorët, nuk investon diaspora, si të pritet që do të vinë investorë dhe investime të huaja. Prandaj besoj që duhet për ekonomi të bëhet më tepër sa të flitet, dhe kam ndroç në Kosovë për ekonomi dhe për rëndësinë ekonomike e flitet vetëm kampanja zgjedhore, por pasi ato përfundojnë, ekonomia harrohet dhe mbetet në fatin e sektorit privat, dhe dua të theksoj një fakt, që fatbarësia më e madhe e Kosovës është ajo që sektori privat ka bërë qindra hapa para politikës. Lind pyetja, ku kish më qenë sot Kosova po të mbarët fati i sektorit privat vetëm në dorë të politikës? Zotri Kërxhaliu, shumë faleminderit që pranoi ftesën.